Përkujtohet të hënë 100 vjetori krijimit të Forcës Detare Shqiptare në një aktivitet të organizuar në sheshin Marinari të qytetit të Vlorës. Në aktivitet të pranishëm edhe veteran të detarisë, përfaqësues të pushtetit vendor, drejtues të forcave ushtarake në një nga ngjarjet më të rëndësishme të detarisë shqiptare. Kurorat dhe buqeta me lule janë vendosur pranë busit Marinari, ndërsa kreu i shoqatës Detaria Shqiptare Astrid Aliaj e cilësoi këtë datë një nga më të rëndësishmet, një nga më historiket, teksa sot përkujtohet pikërisht në Vlorë, vendi që ka qenë dhe mbetet i lidhur ngushtë me detarin, duke sjellë në kujtesë krijimin e shkollës së detarisë në qytetin e Vlorës, por dhe bazat si Pashalimani e Sazani, që kanë patur një rol të jashtëzakonshëm në zhvillimin e kësaj force. Vlorës, të cilët që nga krijimi i kësaj force deri sot kanë ndjekur hapasapi. Vlora është djepi i detarisë. Ne duhet ta marrim të ndezur të zjarr, jo vetëm për brezat që kanë kaluar të respektojmë e të nderojmë, por për të ardhmen, për brezat e rinj. Prandaj do doja në këtë rast të uroja brezit të ri të jetë më pranë detarisë, se detaria është jeta. Detaria është jetë. Vlora e ka lidhur jetën me detin. Është një datë e cila përfiton nga ata të cilët e kanë krijuar këtë forcë detare, por që vazhdimisht e kanë mbajtur gjallë gjatë këtyre 100 viteve. Po, siç e dim, flota është krijuar në 25 dhjetor 1925 dhe sot ne përkujtojmë 100 vjetorin e saj dhe pas disa ditë do të futemi në shekullin e dytë. Prandaj flota ka historinë e vet dhe në luftën e dytë botërore ishte përsëri një marinar i cili dha jetën Muj Olqinaku, që është heroi i popullit. Prandaj flota kudo ka qenë dhe flotarët, marinarët e saj kanë qenë gjithmonë përballë me detin, po njëkohësisht edhe me pushtuesin. Marina ka qenë Vlorë, një pjesë shumë e rëndësishme e detarisë shqiptare. Ajo çfarë ka dhënë ndër vitet Marina në Vlorë, dhe çfarë duhet bërë që të kemi një detari edhe më të mirë, marinë më të mirë në Shqipëri. Po, siç jemi djeni, Vlora është djepi i arsimimit, duke për herë të parë në vitin 61 u hap Akademia Shkollë e Marinës për oficerat e flotës ushtarake detare. Më vonë nga kjo shkollë kanë dalë oficera për flotën tregtare dhe peshkimit. Po në Vlorë kanë qenë dy nga bazat më të rëndësishme, ka qenë baza e Pashalimanit me nëndecet e saj, të bën histori, dhe baza e Sazanit, ku kanë qenë anijet, 4 silurus, 20 detare, dragaminat, të cilat dhe këto i kanë dhënë siguri vendit tonë. Po kështu përsëri në qytetin e Vlorës ka qenë në Pashaliman, ka qenë dhe uzina Pashalimanit. Pra nuk mundet të kishte një flotë, po mos kishte një uzinë. Ajo uzinë ka mbajtur gjallë jetën e këtyre anijeve. Për 35 vjet nëndeset kanë lundruar dhe kanë dhënë atë flamuri kombëtar ka lundruar i qetë në ujërat tona. Dritan Sera, komandanti i distriktit detar jugor, ka përshëndetur të pranishmit duke vlerësuar padyshim rolin e tyre të jashtëzakonshëm. Është një nder dhe privilegj i veçantë që në emër të komandar jugor ju përshëndes në këtë ceremoni pushtuar 100 vjetorit të krijimit të Forcës Detare Shqiptare. Një shekull shërbimi, sakrifice dhe përkushtimi ndaj dheut. Forca detare ka qenë dhe mbetet një shtyllë e rëndësishme e mbrojtjes së sovranitetit, integritetit territorial dhe interesave kombëtare detare të Republikës së Shqipërisë. Gjatë këtyre 100 viteve, breza marinarësh kanë shërbyer me nder, profesionalizëm dhe devotshmëri, duke rënë gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë kombëtare. Ky përvjetor është një moment reflektimi dhe mirënjohje për veteranët tanë, për ata që hodhën themelet e forcës tonë detare, por edhe një moment përgjegjësie për ne sot që të vazhdojmë rrugën e modernizimit, të rritjes së kapaciteteve tona operacionale, të forcimit të bashkëpunimit me institucionet vendore, me institucionet akademike dhe partnerët tanë strategjik. Distrikti detar jugor mbetet i angazhuar për garantimin e sigurisë tonë detare, mbështetjen e komunitetit dhe përmbushjen me përkushtim të misioneve kombëtare dhe ndërkombëtare në përputhje me standardet e NATO-s dhe vizionin afatgjatë të forcave të armatosura. Në këtë ditë të veçantë, duke nderuar simbolikisht figurën e marinarit të Shqipërisë, ne nderojmë çdo oficer, çdo nënoficer, çdo detar që ka shërbyer dhe shërben sot në flamuri kombëtar. Ju falenderoj për praninë dhe mbështetjen tuaj të vazhdueshme ndaj forcës tonë detare, gëzuar 100 vjetorin e krijimit të forcës tonë detare. Në aktivitet përshëndetje kanë ardhur dhe nga veteran për të cilët detaria është dhe mbetet krenaria e të gjithëve, dhe mbi të gjitha në qytetin e Vlorës, i lidhur ngushtë me detarinë dhe zhvillimin e saj. Komisar, ish ushtarak, familje ushtarakësh. Shoqata ushtarakëve
në lirim dhe rezervë Vlorë ka si mision esencial të saj trashëgiminë e vërtetë më të larta të luftëtarëve antifashist, të luftëtarëve që ka dhënë jetën për nështrimin e kombit dhe promovon dhe do promovoj gjatë gjithë kohës vlerat më të larta patriotike. Do të jenë shembull për brezat që vijnë dhe ata që militojnë sot rreth Rushtisë. Është në moralin e shoqatës ushtarakëve, shoqatës zetarisë, shoqatës aviacionit, Sazani, shoqatës ushtarakëve në Vlorë, edukimit ushtarak, që me bashkëpunimin e tyre kanë dhënë vlera të larta në edukimin patriotik të brezave dhe në ringritjen e vendimit që luftëtarët janë pjesa më vitale e kombit. Bijtë e luftëtarëve janë ata që duhet ta çojnë akoma dhe më tutje traditën e bukur. Janë ata që s'duhet harrojnë misionin e tyre historik. Që vëllezërit e tyre, motrat e tyre, xhaxhallarët dhanë jetën për shtetimin e dhëut dhe ndërkohë kanë vlerësuar kombin dhe nuk kanë përsëritur gjakun. Duke vlerësuar shoqatën detaria shqiptare, shoqata jonë e ushtarakëve në lirim dhe në rezervë vlerëson punën me përkushtimin e tyre për krijimin e vlerave patriotike dhe që Vlora si qytet detarist të qëndron gjithmonë shembull model i frymëzimit për këtë kriter. Faleminderit për pjesëmarrjen dhe rroth të forcave ushtarake. Përshëndetje dhe takimet të përzemërta kanë shoqëruar aktivitetin duke vlerësuar dhe përkujtuar. Skënder Spahiu në emër të Bashkisë së Vlorës ka përshëndetur në këtë datë të rëndësishme, ndërsa shoqata detaria shqiptare është vlerësuar me titullin Mirënjohje e qytetit të Vlorës nga Bashkia e Qytetit Bregdetar. Ju falenderit të gjithëve. Jam i autorizuar në emër të kryetarës së bashkisë që shpreh mirënjohjen, respektin, vlerësimin, jo në emër të vetëm shoqatës së detarëve, por të gjithë atyre njerëzve që në kohë paqe patën artin ushtarak, mbrojtën tërësinë territoriale, dhanë jetën, kontribuan në të gjitha ato elemente historisë së vendit tonë. Të nderuar pjesëmarrës, është një nder i veçantë për Bashkinë Vlorë të marrë pjesë në këtë ceremoni përkujtimore në rastin e 100 vjetorit të krijimit të forcës detare shqiptare. Vlora është qyteti ku historia, deti dhe shteti shqiptar ndërthuren natyrshëm që në kohët më të vjetra. Forca detare ka qenë dhe mbetet pjesë e identitetit tonë qytetar dhe kombëtar. Në këtë ditë të shënuar, Bashkia Vlorë shpreh mirënjohjen më të thellë për të gjithë marinarët shqiptar, për kontributin e tyre për mbrojtjen e sovranitetit dhe sigurisë së vendit tonë. Një falënderim i veçantë i shkon shoqatës detaria shqiptare Dega Vlorë për punën e saj të vazhdueshme në ruajtjen e trashëgimisë detare, edukimin e brezave të rinj, me vlerat e shërbimit dhe përkushtimit të atë dheut. Bashkia Vlorë do të vijojë të mbështesë çdo nismë që nderon historinë, forcon lidhjen, qytetin dhe me detin, historinë dhe natyrën që i ka dhënë Vlorës. Urime në këtë 100 vjetor shoqatës suaj. Respekte për të gjithë, edhe për brezat dhe për juve që jeni edhe familjarët tuaj. Ju falenderit.